Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë për të folur për zhvillimet e fundit duke nisur nga zgjedhjet. Kosova sot voton për zgjedhjet kryetare të ri të komunave. Për këtë dhe çështjet e tjera do të flasim me zotin Kora Blaka, njohës mjaft i mirë zhvillimeve politike edhe jo vetëm. Përfshirjet të sigurisë, një temë mjaft themelore në çdo moment. Zoti Blaka, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit Avril. Për zgjedhjet sot, mendoni që do të jenë një pikë kthese për diçka që mund të ndodhë në vazhdim, apo nuk do ndikojnë tek kriza politike, pasi janë thjesht administratorë lokal dhe qytetarët do jenë pragmatistë, pra nuk do jenë të varur nga ajo që ndodh në kryeqytet të Prishtinë? Mendoj që do të ketë ndikim edhe në zgjedhjet për qeverinë, sepse këtu deri diku matet fuqia e secilës parti, pavarësisht se specifikat e zgjedhjeve vendore janë shumë të ndryshme nga ato të zgjedhjeve qendrore, mirë po partitë kanë objektiva që të ruajnë votat e tyre dhe të shtojnë në qoftë se kanë mundësi, ani pse specifikat janë të ndryshme për secilën komunë. Në disa komuna ka kryetarë që janë në mandatin e tretë, ka të tjerë që kandidojnë për mandatin e katërt, dhe domethënë se cila komunë ka specifikat e veta, por ajo që paraqitet sfiduese do të jenë komunat e veriut të Kosovës. Pas të gjitha destruktivitetet që i ka bërë lista serbe në veri, edhe komuniteti serb me dirigjimin e Beogradit, duke u larguar një herë nga policia, duke dorëzuar uniformën e policisë Kosovës për një numër prej 400 e disa policëve një herësh, ata kanë tentuar të krijojnë një vakum të sigurisë në veri, të cilën qeveria e Kosovës e ka mbyllur shumë shpejt, çka nuk e kanë pritur e sidomos politika e Vučićit. E dyta, ata kanë dhënë dorëheqje edhe nga postet politike, kështu që u detyrua Kosova të organizojë zgjedhje ku aty u votuan, domethënë votoi vetëm komuniteti shqiptar dhe u zgjodhen kryetarët shqiptar të komunave në veritë e vendit. Pra tashmë është sfiduese sepse lista serbe kthehet me instruksione të Beogradit përsëri për të garuar, domethënë për komunat e vendit, dhe do të shohim në qoftë se do të përpiqen përsëri të bëjnë veprime destruktive apo do të mësohen me policinë e Kosovës, me gjykatat edhe me rendin juridik që tashmë është vendosur atje, mbetet të shihet domethënë pas zgjedhjeve. Por atë nisur nga Prishtina, ku është betejë kryesore, ku do të buzëhesh mendoni në fund? Vetëvendosje, pra nga Prishtina por dhe komunat e tjera kryesore, PDK, LDK, kë shikoni që në fund fare në nesër do themi që i fitoi zgjedhjet? Duhet të them një gjë që nuk e kanë thënë ende analistët në studiot e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje sa i përket zgjedhjeve vendore duket sikur nuk e ka objektiv të 100% të marrë dhe pushtetin lokal, për arsyeën e thjeshtë sepse një pushtet kaq i madh edhe në qendër edhe në komuna do ta konsumonte shumë shpejt lëvizjen vetëvendosje. Pra Kurti nuk i do komunat në një farë mënyre. Po, sepse kjo po përkthehet pastaj në vota. Mos të harrojmë, domethënë komunat e mëdha në të cilat nuk qeverisën mirë nga kryetarët e tyre përkthehen në kontraefekt, domethënë në mbledhjen e votave, prandaj nuk është që ka pasur një interes ose një pikë strategjike për lëvizjen vetëvendosje që të fitojë të gjitha komunat. Prandaj është e vërtetë ajo gara në Prishtinë, por në Prishtina i ka specifikat e veta sepse aty janë të ndërthurura të gjitha interesat ekonomike të gjithë Kosovës, domethënë krejt njerëz nga të gjitha komunat e Kosovës kanë banesa aty, domethënë vendbanime dhe ushtrojnë aktivitet biznesor, prandaj është një garë relativisht e ashpër, në të cilën mendoj që po garojnë figura të mira, edhe LDK-ja ka një kandidat, domethënë i cili në zgjedhjet e kaluara i ka fituar për Prishtinën, një burr, si themi, një teknokrat i dëshmuar,
pati qenë edhe në qeverinë e Zotit Rama, domethënë ministër, dhe po ashtu edhe ministër në qeverinë e Albin Kurtit. Pra është një figurë e cila është mësuar të menaxhoj, është mësuar domethënë me pushtetin, dhe mendoj që lëvizja vendosje do të dalë spari do të futet në balotazh dhe pastaj përfundimisht mendoj që është pak më favorite, jo me pikë shumë, po me pak pikë është favorit që në fund të fitoj kandidati i lëvizjes vendosje për kryetar Prishtinës, zoti Hajrullah Çeku. Po për krizën politike, se kur ti e mori mandatin, si mendoni që do të vazhdoj më tej procesi? Fatkeqësisht parlamenti ynë është institucioni më i degeneruar në nivel të Republikës tonë, nga i cili varen shumica institucioneve të tjera, që i bjen që ai që është i degeneron edhe institucionet tjera. Për mendimin tim, Kosova ka një përfaqësi që nuk përkon me rendin demokratik. Njerëzit që votohen në listë që votohen për deputet janë njerëz të cilët zgjidhen paraprakisht nga drejtuesit e partive ose nga, si themi, kryesitë e partive. Zakonisht ata përzgjedhen në bazë të disa kritereve, ku kriteri i lojalitetit dhe i dëgjueshmërisë është kriteri kryesor, që bie ndesh me misionin e deputetit, sepse ata janë të thirrur të mbrojnë interesin kombëtar dhe interesin shtetëror të Kosovës dhe jo të u binden kryetarëve të partive të tyre. Prandaj domethënë që këtu ne kemi një dhunim të demokracisë, sepse i ofrohet popullit të votojnë listat të përzgjedhurish. E dyta, niveli i daljes në zgjedhje në Kosovë gjithmonë është nën 50%, çka nuk do duhet të kishim njohje të zgjedhjeve në një demokraci normale. Shumica e popullit në Kosovë nuk voton as në zgjedhje qendrore, as në zgjedhje lokale. Domethënë bëhen njohje të zgjedhjeve me 37% pjesëmarrje ose me 40%, çka është një tregues që këta nuk janë përfaqësues në legjitim, si themi, nuk kanë votë legjitime. Dhe e gjitha kjo pastaj përkthehet në vendimarrje për tek ato kryetarëve të partive ose të grupeve të interesit që i kontrollojnë këta deputet, marrin vendime të tilla që ta bllokojnë parlamentin për një kohë të gjatë, domethënë u bën 8 muaj që kemi bllokadë të pa arsyeshme. Kemi domethënë një shfaqje të inate të asaj kulturës, si themi, ballkanike, po sidomos shqiptare, të një mendësie bajraktareske, ku nuk tregohet puna dhe aktiviteti për Kosovën, por garohet me destruktivitet. Këtu bëhen gara cili është me destruktiv, se duke qenë destruktiv janë më të pranishëm në media, janë më viral, si themi, dhe mburren me këtë gjë. Kjo është në kundërshtim me vetë frymën e Republikës, është në kundërshtim me frymën e ligjeve që i ka hartu Kosova, këto që i kemi. Pavarësisht unë avokoj domethënë që të kemi edhe ndryshime kushtetuese, madje ndryshime radikale në kushtetutën e Kosovës, por këta njerëz nuk e respektojnë as këtë lloj kushtetute. Prandaj e shoh që çfarë do qeverie që formohet do të jetë vazhdimësia atyre qeverive që kanë qenë qeveri të pazareve, dhe qeveritë e pazarëve në momentin kur nuk i përmbushin kërkesat e aktorëve që kanë bërë pazar, domethënë, atëherë qeveritë prishen. Kjo i bën që Kosova ka pasur vazhdimisht, përveç kësaj qeverisë së Kurtit që kaloi, domethënë, nuk ka pasur stabilitet në qeverisje për shkak të kësaj matrice, domethënë, ku bëhet kryeministër dikush që i ka 6% të vota në nivel Kosovës, dhe flasim 6% të këtij 40% që merr pjesë në vota. Domethënë është një numër relativisht i ulët i pjesëmarrjes dhe me 6-7% domethënë e merr postin e kryeministrit vetëm për shkak se bëjnë pazar dhe formula e ndërtimit të institucioneve është e tillë ku është i njëjtë për ka fuqia si ai që i fiton 20%, sikur ai që i fiton
3-4%, domethënë. E pa më sagën e parlamentit ku lista kjo partia nismë social-demokrate tentonte domethënë me një përqindje të papërfillshme, domethënë tentonte të merrte drejtimin e parlamentit të Kosovës, domethënë unë pres që të mos kemi një qeveri stabile, edhe në qoftë se ndërtohet, mirë po logjika dërgon aty që lëvizjave vendosje nuk pranon të bëj qeveri të pazarës, sepse e di që votuesi i saj nuk e pranon një qeveri të tillë, prandaj ata do të zgjedhin të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat mendoj që do të shpallen domethënë për pak kohë pas zgjedhjeve lokale. Krap, si mendoni që do ndikoj ardhja e dronëve nga Turqia, një goditje që është parë në media, si goditje trefiste e Kurtit e para zgjedhjeve, pak ditë pra që sot janë zgjedhjet që erdhën. E dyta, edhe për një përçarje të Turqisë, të Serbisë, të Vučićit me Erdoganin, por edhe forcimi i sigurisë. Pra të tri ju si mendoni? A është Kosova më e sigurt me ata drona, apo është më tepër politik? Njerëzit mendojnë që kombët edhe lidhjet mes kombëve, aleancat e tyre diktohen vetëm për shkak të një lideri ose të grupeve që qeverisin. Marrëdhënia jonë me Turqinë është vllazërore. Në këtë kuptim, nuk është rëndësishme në Turqi a vjen krah i islamikëve në pushtet apo janë ata që njihen si republikanë, domethënë, të gjithë i kanë dhënë provat e veta sa i përket popullit shqiptar ose kombit shqiptar. Mos të harrojmë, edhe në vitet e komunizmit, domethënë, ka pasur një lidhje të veçantë shteti shqiptar me Turqinë, dhe kjo është vazhduar domethënë edhe pas rënies së komunizmit, ku Turqia është një aleat strategjik dhe mik i kombit shqiptar, pavarësisht kush është në pushtet në Turqi dhe kush është në pushtet në Kosovë ose në Shqipëri. Domethënë nuk lidhet pse është në pushtet Erdogani apo Kurti apo Edi Rama, lidhja dhe aleanca është strategjike mes dy kombeve dhe kjo do të vazhdojë, domethënë pavarësisht deklarimeve ose analistëve që flasin kotë dhe lidhje pa lidhje në për studio. Janë të njohura reagimet e vitit 97 të Turqisë me rastin e ambicjeve greke për të futur në jugun e Shqipërisë. Është i njohur roli i Turqisë në bllokimin e grykës së Bosforit dhe daljeve të flotës ruse në rastin e bombardimeve të NATO-s në Kosovë. Është i njohur aktiviteti brenda NATO-s i Turqisë për të bombarduar Jugosllavinë, mbështetja turke e vazhdueshme, domethënë, e sidomos ne jemi falëndërues për të gjitha ato që Turqia bën sa i përket aspektit të zhvillimit, trajnimit, edukimit dhe dhënies së materialeve ushtarake, por edhe të shkollimit të oficerëve tonë. Një numri më i madh i trajnimeve që i bën FSK-ja dhe ushtria e Shqipërisë vinë domethënë nga Turqia dhe nga akademitë ushtarake të Turqisë. Këto janë tregues që ne jemi në një aleancë strategjike në atë respektin historik të cilën e kemi, ose në atë lidhjen historike speciale të cilën e kemi me Turqinë. Ardhja e dronëve nuk ka të bëjë me zgjedhjet, por do doja të thosha që para disa kohësh presidenti Erdogan i është drejtuar me një mesazh special Serbisë, sidomos presidentit Vučić, kur i tha që në qoftë se bëhen aktivitete kundër Bosnjës dhe kundër Kosovës, kishte fjalën sulme ushtarake ose tentime për një destabilitet ndaj këtyre dy shteteve, Serbia do të përballet me 100 milion turq. Kjo ishte një deklaratë shumë e fuqishme e një lideri shteti të cilës po projektohet si fuqi rajonale, dhe ardhja e këtyre dronëve para kohe e vërteton fjalën e dhënë të presidentit Erdogan, se nuk mund të mbeste vetëm si fjalë
si themi, fjalë thjesht të thënë një deklaratë thjesht, por duhet të mbështetej edhe me vepra. Dhe për këtë arsye mendoj që ardha e dronëve para kohe e ndihmon e përforcon fjalën e dhënë publike të presidentit Erdogan. A është Kosova më e sigurt me dronët? Po, Kosova është e sigurt me dronët. Fatkeqësisht armatosja e Kosovës dhe Shqipërisë ka filluar me një vonesë të madhe për shkak të politikanëve të papërgjegjshëm, të cilët nuk interesi kombëtar nuk është prioritar për ta, por kanë qenë politikanë aksidental të cilët mbushjen e xhepave të tyre dhe të familjarëve të tyre kanë pas prioritet kryesor e jo mbrojtjen e vendit. Unë kam shprehur në thirrjet e mia, domethënë që nga viti 2019 kam bërë thirrje që shtetet tona duhet të armatosen sepse shiheshin lëvizjet dhe shihej tensioni I rendit të vjetër, domethënë dhe ideja domethënë që po rilin një shekull I ri, domethënë që mund t'i lëviz ato aleancat të cilat janë momentale, prandaj bëja thirrje dhe bëj thirrje edhe sot që të vazhdohet me një si themi me një agresivitet nëse kam drejt ta përdor si term në drejtim të armatosjes së vendeve tona e sidomos me armë ofenzive sulmuese. Koha kur populli shqiptar është mbrojtur duhet të kalohet, domethënë ne duhet të krijojmë kapacitete ku mund të sulmojmë, domethënë nga brendësia e territorit tonë mund të sulmojmë secilin shtet që mund të bëj aktivitet ose që të tenton të futet brenda territorit tonë. Unë do doja që ne të fokusoheshim në ngritjen e kapaciteteve ajrore sidomos, domethënë që Kosova e Shqipëria të krijojnë një forcë ajrore të përbashkët, e cila është në gjendje domethënë të kryejë aktivitete edhe në shtetet ballkanike nëse ato e rimendojnë domethënë të futen brenda territorëve tona, por edhe një sistem tjetër I raketave ku mund të godisnim me një saktësi dhe me një komoditet të lartë, domethënë të gjitha kryqëndrat e shteteve përreth, sepse vetëm kjo e garanton domethënë atë që njihet si politika e balancës, dhe kur armiku e di që mund të goditet edhe brenda territorit të tyre dhe forca është parafërsisht e barabartë, mendoj që do të heqë dorë edhe do të bëj doktrinën ushtarake, jo të atill që të sulmoj një vend si Kosova dhe Shqipëria. E falenderoj edhe një herë të gjithë akterët që janë marrur domethënë me blerjet e këtyre dronëve, ani pse këta dronë nuk janë dronë për depërtime në thellësi dhe për fluturime të gjata, por sidoqoftë e ndihmojnë domethënë fuqinë goditëse të ushtrisë së Kosovës. Duhet falendëruar edhe shteti I Turqisë, e sidomos kompania bajraktare e cila I ka dhënë Kosovës dhe Shqipërisë edhe dronët e njohur Bayraktar TB2, të cilat nuk ka arritur t'i marrë as Serbia dhe asnjë nga shtetet armike të shqiptarëve. Kjo duhet të vazhdohet. Unë do doja që shteti shqiptar dhe Kosova bashkërisht të investonin edhe në avionet Kizil-Elma që po bën Turqia, domethënë të investohet paraprakisht minimalisht një shumë e përbashkët për $1 miliard që edhe ne t'i kemi ata avion sapo të bëhen funksional apo sapo të prodhohen dhe të jenë funksional në Turqi, që edhe shtetet tona ta kenë një skuadrile, të paktën një skuadrile prej 10-15 avionëve të gjeneratës së 5. Koraf, kam dhe diçka të fundit në bisedën e fundit që ne kemi zhvilluar bashkë. Pas bisedës kishim një diskutim dhe off record edhe u ndalëm tek ata që mund ta themi spionët apo bashkëpunëtorët e Serbisë në media që zonë hapësirë kryesore. Edhe pak kohë kaloi u arrestua Fatmir Sheholli, ju jeni shprehur në media, po konkretisht edhe për publikun këtej, shqiptarët këtej Drinit. Çfarë ka bërë konkretisht shokët, bashkëpunëtorët, kush është ndoshta dosja konkrete,
se u arrestua në moment që ishte me Milaim Zekën, pra çfarë mund të themi për mbledhazi për këtë rast? Fatkeqësisht, shërbimi serb dhe agentët e Serbisë arritën të dilnin haptas në studiot e Kosovës dhe në studiot e Tiranës. Me një komoditet aq të lartë, sa që populli ngriste pyetjen si ka mundësi që bia serbe të pushtoj studiot tona. Si ka mundësi që bia serbe ashqyqare të bëj aktivitetin e saj, më thonë duke shfrytzuar situacionin e tillë që është, duke shfrytzuar parat, duke bler mediat, duke bler gazetar, emra konkret të gazetarëve, duke investuar në agjendat e tyre dhe në narrativat e tyre, qoftë në studiot e Kosovës dhe të ato të Tiranës. Në një televizion, por edhe këtu me ju, unë pata bërë thirrje që duhet të sqarohen studiot nga spionet e Serbisë, sepse ata morën aq guxim sa që dolën haptas, domethënë, dhe mbronin dhe po mbrojnë ende ide të ndarjes së Kosovës, domethënë edhe të mbrojnë haptas listën serbe, listën terroriste serbe, e cila domethënë është përgjegjëse e drejt për drejt e destabilitetit në veri dhe e tentimit të tyre të shkëputjes së territorit dhe bashkimit me Serbinë. Këta zëra që performuan dhe po performojnë publikisht në studiet e Kosovës duhet të kufizohen, sepse nuk ka mundësi, nuk lejon asnjë shtet që agentët e shërbimit armiqësor domethënë t'i futen edhe t'i infiltrohen nëpër mediat që ta ndikojnë në opinionin publik të vendit tjetër. Prandaj, unë kam bërë thirrje dhe kemi pasur lëvizje. Nuk mendoj që janë për shkak të thirrjeve të mia, por mendoj që ka pasur një ndrim që duhet të paktën nga vrojtimet e jashtme duhet të përshëndetet, dhe ky ndryshim është ndryshimi i menaxhmentit të shërbimit inteligjent të Kosovës. Menaxhmenti i ri i AKI-s ka vënë në lëvizje dhe kemi 6 arrestime. Ky është arrestimi i 7 i figurave për spionazh, dhe është interesant se kemi arrestime në disa, si të themi, në një gamë të gjerë aktivitetesh, në secilën aktivitet që mund të bëj agjentura, shërbimi inteligjent i Kosovës ka arrestuar njerëz nga ta, në një. Domethënë, po nisim tash pra së fundi. Është arrestuar spioni i ndyrë Fatmir Shkoholli, babajnë të cilit grupi i UÇK-s me heroj në kombit Zahir Bajazitin e pati vrarë domethënë dhe pati dhënë një komunikat ushtria çlirimtare e Kosovës ku ajo e merrte përsipër vrasjen e babait të tij spion. Në dy, ky domethënë arriti të depërtonte nëpër të gjitha mediat, arriti të ulej me secilin politikan të Kosovës, me të gjitha figurat politike, përfshirë djalin e presidentit Ibrahim Rugova, përfshirë komandantin e UÇK-s në Koshare Hisen Berisha, dilte në fotografi me vllajën e Ramush Haradinajt, me Daud Haradinajt, dilte në fotografi me ish-kryetarin e Gjilanit Lutfi Aziri, dilte në fotografi, domethënë ka dalur në fotografi me Ashim Thaqin dhe me shumë figura politike. Prandaj, domethënë, aktiviteti i tij ka qenë i tillë që ka bashkëpunuar në vazhdimsi ka bashkëpunuar me Serbinë, dhe roli i tij kryesor ka qenë të sjellë dosje të manipuluara nga shërbimi sekret serb në Kosovë. Është e njohur kultura e shërbimeve sekrete që nuk japin dosje dhe nuk dalin dosje të vërteta nga zyrtarët e tyre. Ato dosje dhe ato informacione që dalin të tilla të manipuluara ose të përpunuara për të arritur qëllime të caktuara. Zoti Shkoholli tentoi të krijonte së fundi me instruksione të konkrete të një drejtori të shërbimit sekret serb, tentoi të krijonte një
matricë të gjerë shantazhi ndaj kryeministrit të Kosovës dhe donin të thonin, domethënë donin të nxirrin në publik gjoja dokumente autentike të një bashkëpunimi të kryeministrit të Kosovës me presidentin e Serbisë për ta bërë zotin Rashić kryetar të kuvendit. Domethënë shi sa larg ka shkuar agjentura serbe duke tentuar domethënë të ndikojë vendimarrjen e Kosovës. Kjo është gjenerata e 6 e luftave ku një shtet tenton ta ndikojë vendimarrjen e një shteti tjetër. Pra ata donin që të bënin një asi loje, një asi dredhije që gjoja kryeministri i Kosovës domethënë po bashkëpunon me presidentin Vučić për këtë lloj, ndërkohë që episode të tjera që ndoshta ne nuk i dim për Fatmir Shahollin, që populli i di. Populli i di të gjitha. Populli i Kosovës është popull inteligjent, mbamendjen e ka shumë të saktë, vrojtimin e ka shumë të saktë dhe përfundimet logjike të atyre gjërave që veprohen i nxjerr jashtëzakonisht të sakta. Referuar fjalisë popullore ose fjalisë e vjetër shqipe, gardhi ka sy dhe mali ka vesh. Domethënë po flasim për një si themi për një kujdes të shtuar ose një shqis të gjashtë, një shqis ekstra në tek populli i Kosovës, vrojtimi i aktiviteteve të spionazhit dhe kjo ka ardhur si reaksion i viteve të gjata të pushtimit dhe i gjithë atyre goditjes që i bën të represioni serb. Pra janë të kujdesshëm në këtë temë dhe janë të i njohin spionët. Populli i di kush janë. Po pse u arrestua mendoni me Milaim Zekën? Ka ndonjë se Milaimi ka akuzuar që jo mund të arrestoni diku tjetër, po pse me mua? Fatkeqësisht personi që flitet drejtuesi i shërbimit inteligjent të Kosovës dhe kryetari i parlamentit, pastaj në parlamentin e Kosovës i është drejtuar zotit Milaim Zeka me termin znaqka. Znaqka në gjuhën shqipe do të thotë shenjë nga serbisja dhe i referohej domethënë ose tentonte të përçonte publikun në Kosovë, zoti Kadri Veseli e kam fjalën, i thoshte publikun në Kosovë dhe Milaim Zekës që ke qenë bashkëpunëtor i Serbisë dhe ke pasur këtë nofshk. Aktiviteti i gjatë i tij destruktiv në mediat elektronike edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë e bëjnë atë një figurë të urryer në mendjet edhe në zemrat e shqiptarëve. Qëllimi dhe nuk ka qenë qëllimi i policisë Kosovës që ta arrestoj me zotin Zeka, por është interesant që zoti Zeka është gjithmonë aty ku shpërndahet dezinformacion e sidomos dezinformacion që vjen nga kuzhina e Serbisë. Në pyetjet dhe unë i bëra një pyetje zotit Zeka se isha në një emision në Klan Kosova, ku ai u kyç, është e njohur domethënë tentimi i orientimit të hëtimit o dika tjetër dhe zhvendosja dhe mendjes publike sa art ka ngjarje konkrete, dhe këtë e bëri zoti Zeka në emisionin e Klan Kosovës dhe tha që ato materiale që ishin për ta denigruar figurën e zotit Rashić, domethënë tha i ka marrë nga zoti Sheholli. Dhe pyetjes ime që nga i merr zoti Sheholli informacionet, domethënë ai nuk i përgjigjet, po tenton domethënë me ato fjalët banale të vazhdoi diskutimin. Ne e dimë që zoti Sheholli materialet i merr nga shërbimi sekret i Serbisë dhe për një gazetar profesionist, domethënë nëse ai referohet vetë si gazetar profesionist, është jashtë çdo logjike sjellja e informacioneve në publikun e Kosovës përmes agjenturës serbe. Pra, ai nuk ka qenë rastisht aty, por ai është pjesë e një aktiviteti pak më të gjerë. Këta janë një grup edhe me 3 persona të tjerë
për të cilët po kursejem t'u përmend emrin. Janë publik? Gazetar, analist? Po janë publik. Po janë analist, përformojnë në studiot e Kosovës, e mbështesin zotin Shehulli Haptas. Është shumë interesant, domethënë që ata e mendojnë si aset që ka mund të përdorë, domethënë jashtë çdo logjike, sepse ne njohim metodat, punën, aktivitetin e shërbimit inteligjent jugoslav dhe serb. I dim metodat e tyre të punës dhe nuk ka mundësi që një figurë, domethënë si Fatmir Shehulli, të merrte diçka që të vërtet nga shërbimet serbe ose nga kushdo qoftë, domethënë ndonjë informacion që Kosovës i duhet, por ai gjithmonë merr dosje dhe materiale të cilat shërbimi serb i përpunon dhe i jep me qëllim të destabilizimit brenda në Kosovë, për lyrjes së figurave kombëtare, dhe rehabilitimit të bashkëpunëtorëve të Serbisë. Tashmë po dalin nëpër media dhe të gjithë aktivitetin e tyre të gjatë kundër rinisë kosovare, kundër idesë së pavarësisë dhe të lirisë, vite të burgjet, rrahjes, shkatërimit të familjeve, detyrimit për ta lënë Kosovën me qindra ose me mijë figura, domethënë nga populli, ata dalin në studio dhe rehabilitojnë veten me të tilla që mua regjimi serb më ka mbajtur në burg kaq vjet për shkak se unë edhe brenda shërbimit atje kam bërë punë për Kosovën e tjera, tentojnë domethënë të pastrojnë dhe të rehabilitojnë veten e tyre, shokët e tyre, të cilët edhe pse kanë qenë strukturë bashkëpunuese, kolaboracioniste, që në çdo shtet normal, jo vetëm që nuk do dilnin në studio, por do të jepnin llogari për veprimet e tyre. Në anën tjetër, AKI-ja ka arrestuar dikë që ka punuar në organizata ndërkombëtare. Në ka punuar në Kosovë dhe një kohë ka qenë drejtues i asociacionit të gazetarëve të Kosovës. Domethënë, këtu thika e ndërhyrjes shkon shumë larg, por AKI-ja me këto arrestime i ka dhënë mesazhe që ajo është një agjenci funksionale dhe ka arritur, domethënë, që të ketë një pushtet informativ në të gjitha organizatat, dhe vetë mesazhi që arrestohen edhe brenda AKI, brenda OSB-s dhe ushtari kroat, domethënë që piloti kroat brenda KFOR-it, dëshmon për një profesionalizëm edhe dëshmon për një aktivitet të shtuar, domethënë, të agjencisë. Ne presim edhe arrestime të reja, sepse është investuar kohë të gjatë me këta spion brenda Kosovës dhe e kanë ndikuar opinionin publik. Tash dalin fotografi, domethënë që personi është i qeshur, i buzëqeshur në darka me ish kryetarin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, që është një nonsens i llojit të vet. Shihen fotografi të tij, domethënë me gazetarë të cilët janë të njohur për islamofobinë. Të gjitha këto narrativa të cilat i ka shtyrë Serbia, domethënë lidhen edhe me këtë personin Shehulli, edhe pse është një arrestim, si themi, i vonuar, është një arrestim i duhur dhe i pritshëm. Ndërsa për zotin Zeka, unë mendoj që populli i Kosovës dhe gazetaria profesioniste, sidomos gazetaria me sens patriotik, do duhet ta refuzonin dhe ta largonin nga studiot, sepse është zë makineri e dezinformacionit. Ai është një propagandues i vazhdueshëm i narrativave të cilat, domethënë, përhapin huti, shkaktojnë çrregullime edhe ngatrojnë mendjen e popullit. Akuzat për të janë, ka akuzat gjatë gjithë jetës së tij, fatkeqësisht, domethënë që nisin që nga demonstratat e 81-shit, kur ai ka dalë në një është thirrur nga gjykata e dhunshme serbe atë si
si dëshmitar në gjykat kundër një grupi patriotësh të Kosovës që kanë qenë pjesëmarrës dhe organizatorë në demonstratën e vitit 81. Pastaj aktiviteti i tij jashtë Kosovës, domethënë ku ka shumë njerëz që thonë që ai ju ka shqitur vendime të gjykatave serbe, një numrit të madh të azilantëve të Kosovës, dhe këto vendime gjykatash ai i ka falsifikuar dhe i ka marrë domethënë nga një udhëbash i njohur i Kosovës, një person që ka punuar në shërbimin sekret të Serbisë, dhe shqiptarëve atje kjo ju ka shërbyer domethënë si themi simbolezë për të marrur azil. Ka qenë edhe në rastin e mashtrimeve me viza, domethënë ka pasur ata akuzë për mashtrime me viza. Së fundi gazetari Hudi Gjumshiti ka nxjerrë një raport shumë interesant dhe të gjatë të aktivitetit të tij me një person që është i lidhur me shërbimin rus dhe serb, aktivitet që lidhet me ngjarjet e Hagës, dhe gjitha këto e bëjnë zotin Zeka jo të pafajshëm në takimin me zotin Sheholli ose në momentin me zotin Sheholli. Pra, ai nuk ka të drejtë të thotë që AKI-ja e ka inskenuar arrestimin në momentin kur ata të dy domethënë kanë qenë në takim. Është jo logjike, jo profesionale. Ai takimet me zotin Sheholli ka pasur të rregullta, vazhdimisht, jo vetëm në momentin e arrestimit, por ka pasur aktivitete të rregullta. Prandaj unë mendoj që të tillët duhet të largohen definitivisht nga studiot. Ka dhe një arsye shtesë me zotin Zeka, në cilën unë jam absolutisht kundërshtar, është gjuha e tij vulgare, përmendja e termave që gjuha shqipe i njeh si terma banal, që nuk përkojnë as me etikën gazetareske, as me komunikimin, as me edukatën dhe as me traditën e popullit shqiptar, me traditën e komunikimit të shqiptarëve. Fjalët e tij janë nga më të ndyrat, nga më të flistat, ta zbërthejmë edhe pak domethënë me fjalorin e Kosovës. Prandaj të gjitha këto e bëjnë atë person që duhet të largohet definitivisht nga skena mediatike e Kosovës. Atëherë, kur kam bërë thirrje që të çlirohen studiot, këto i kam pasur në mendje, që të çlirohen të gjitha studiot edhe të Kosovës edhe të Tiranës nga narrativat e Serbisë, nga ato narrativat që i konvenonin Serbisë, që i konvenojnë Serbisë. Ende kemi në studiot e Kosovës njerëz që e rrahin tavolinën kur në mbrojtje të listës serbe, që është nonsens i llojit të vet, dhe thirrën në të drejtat e komunitetit serb ose në të drejtat e njerëzit. Mirë po, është jashtë çdo logjike kur partia Lista Serbe, njerëzit e saj, drejtuesit e saj kryesor, marrin pjesë në një sulm terrorist në Kosovë dhe vritet polici i Kosovës. Unë nuk e kuptoj, si mundën ta mbrojnë ende listën serbe shqiptarën në studie, kur nuk është shumë i freskët gjaku i herojit Afrim Bunjako. Është jashtë çdo logjike dhe përfundimet çojnë aty që këta njerëz janë të ndikuar, janë të blerë, janë zëra të shitur dhe Kosovës i sjellin vetëm dëme, prandaj duhet të largohen nga studiet. Korap, të falenderoj shumë për gjitha çështjet që trajtuam. Faleminderit edhe ju.